Qëndrimi i kandidates së Partisë Demokratike në qarkun e Tiranës, Adriana Kalaja, ndaj kolegës së saj demokrate Jorida Tabaku, me sa duket nuk ka për të ndryshuar edhe pas deklaratës së Sali Berishës, i cili një ditë më parë vlerësoi fushatën që ajo bëri. Berisha u shpreh se Kalaja nuk ka asnjë provë apo fakt për të provuar akuzat e saj se deputetës Tabaku ja bleu votat e Dirama me qëllim që të poshtronte sipas saj kundërshtarin e tij politik. Pas mbrojtjes që ish kryeministri i bëri publikisht Tabakut, gazetari Sa Myzyra ka bërë një postim në llogarinë e tij në Facebook në të cilën shkruan: Sali Berisha sapo tha, Jorida është më e mira dhe ka bërë një fushat të mrekullueshme dhe i meriton ato vota. Mes tij dhe Adriana Kalas ka më paqe. Ndërkohë që i menjëhershëm ka qenë reagimi i avokatës, e cila ka lënë komentin e saj duke insistuar në pretendimin e saj. Madje sipas Kalas, do vi dita kur vet Berisha do t'i japë të drejtë dhe do t'i kërkoj falje. I e shumë gabim. Partia jon prandaj quhet demokratike. Do vi dita kur doktor Berisha të më japë të drejtë. Plus që kanë gjithë këto ditë ata që më kundërshtonin prej 2 vitesh si për kodin zgjedhor, si për votën e diasporës, më kanë kërkuar falje. Gjithsesi, mbaje këtë status se do i rikthehemi shumë shpejt, paralajmëron Adriana Kalaja. Një ditë më parë, kjo e fundit sulmoi ashpër Jorida Tabakun duke e quajtur sudja, votat së cilës ja ka bler Rama së bashku me oligarkët. Megjithatë, për këtë sulm nuk ka reaguar ende Jorida Tabaku, ndërsa Berisha këtë të fundit e mori në mbrojtje të paktën publikisht.